Edhe këngën më të fundit Dafina Zeqirit në bashkëpunim me Klavje, një këngë që ka shpërthyer në për të gjitha platforma digjitale ku ka arritur që të siguroj mira dhe miliona klikime, qoftë në Spotify, qoftë edhe në platforma tjera, por edhe në YouTube me një rekord klikimesh për shumë pak det. Ndërkohë tash është koha që të ndalemi në pjesën e parë ku, siç e kam përmendur në fillim të emisionit, do të jemi bashkë me Gjulieta Gashin e po ashtu edhe me Anduena Zemberin, me të cilat do të flasim për aktivitetet që kam patur dhe aktivitetet që do të kenë gjatë këtyre muajve të verës, e që kanë synim për gjithë përfshirjen dhe edukimin e fëmijëve. Eduvera është projekti që do ta fillojnë shumë shpejt, por që ne do të flasim edhe për shumë aktivitetet e tjera, cilat vajzat në bashkëpunim organizatën dhe me Eduverën e po ashtu edhe me shumë punë dhe projekte tjera janë marrur gjatë krejt vitit edhe gjatë kohës së fundit. Mirëmëngjesi vajza, faleminderit që jeni sot bashkë me neve. Mirëmëngjesi edhe për ty, faleminderit për ftesën. Tregonëm në fillim a pritut me uqu edhe marrë këtu në emision, të e pas parasysh që jeni konë të ngarkuara me punë për aktivitetet të shumta që keni pas të ditë. Jo, tash na u ka bë edhe rutinë, kështu që s'ka diçka që kena pritur shumë e bë, kena bë me qef. Edhe është puna që punojna mas shumë të me vullnetin më të madh. Okej, Anduena? Jemi ardhur me shumë qef, është një punë që e bajna me një vullnet shumë të mirë, kështu që për neve është veç se njëjtë tashmë. Okej. E përmenda edhe në fillim të kësaj bisede që ka patur shumë aktivitete cilat ju veç se i keni organizuar në kuadër të organizatës ku edhe jeni pjesë, po na tregoni pak a shumë se çush ka ecë projekti i fundit që e keni pas bashkë me studenta edhe çka ka lind ideja për këtë projekt. Si ide kryesore kena pas të fëmijët me zhvillu mendimin kritik, kreativitetin mu shpreh lirshëm, mi mbrojt idetë e tyne edhe me konë sa ma të fokusum të ëndrat e tyne. Programi i fundit të cilin e kemi mbajt ka qenë Gjulli Students, që është mirë prit shumë mirë nga prindrit po ashtu edhe nga fëmijët, ju ka pëlqyer shumë, kena bo aktivitete ndryshme, është mbajt çdo të shtunë me nga 3 orë, edhe ka pas pjesëmarrje shumë të madhe të fëmijëve. Për kraja e prindve dhe e mbështetja e tyre na ka motivu shumë për me vazhdu, matutje me zhvillu programin, edhe njëkohësisht me mbajt tani për herën e tretë edhe programin e Eduverës. Okej, po projekti paraprak që e keni pas me studentët si eci, sepse e kemi pas në rrjetet sociale që shumica prej tyre janë ndaj jashtëzakonisht të kënaqur me punën që e keni bërë. Po, ka qenë pjesëmarrja e fëmijëve ka qenë shumë e madhe dhe çdo aktivitet që e kena bërë ju ka pëlqyer shumë. Kena pas aktivitete me sporte ku i kemi mbajt në stadiume, në palestra, mandej edhe piknike në natyrë ku i kemi motivu me i bërë ushtrime që ata kanë pritur shumë, po mandej e mësu edhe është bërë rutinë e tyre dhe gjithmonë kanë kërkuar sa kena me bërë prap. Kena mbajt aktivitete brenda në kursin ton, ku kena mësu për planetet edhe kena pas edhe kreativitet, sepse me materiale të ndryshme ata vete kanë kriju për shembull planetet edhe varësisht prej planit turës që e kemi mbajt. Okej. Po cilat janë ndoshta ato ristitë dhe ato aktivitetet të reja, Anduena, që pritet të shtojnë këtij edicioni të Eduverës? Po kemi shumë aktivitete të reja, si për shembull është kjo pjesa e aktivitetit që e kena me kalërim në Hoti Ranch. Është shumë interesante për fëmijë, se është diçka që se kanë përjetu kurrë, edhe ka me konë shumë diçka e re për ta. Ka me konë edhe pjesa e notit që mendis po e presin. Këtë pjesën me shku edhe me notu gjithçysh, me kalu një kohë shumë bukur edhe me përjetu kujtime shumë bukura bashkë. Sa është e rëndësishme ndoshta që fëmijët, Anduena, të përfshihen në aktivitete të tilla që ndoshta të njihen më shumë edhe me botën e kafshëve, me botën e ujit, po që njëkohësisht edhe ta shijojnë, siç po e thua edhe ti, që këto aktivitete mezi po i presin që ti përjetojnë së bashku me juve. Është shumë e rëndësishme për shkak që ju ndihmon shumë në zhvillimin e kësaj kreativitetit tyre, edhe pjesës së socializimit që ka fëmijë që vinë edhe për shembull e kanë këtë pjesën e tremës, nuk dinë shumë edhe për pjesën e notit, nashta ka fëmijë që vinë edhe nuk kanë qenë kurrë, edhe vinë për herë parë e përjetojnë një kujtim shumë bukur në Eduvera. Ka edhe shumë aktivitete, për shembull siç e përmeni Anduena, kalërimin që e kena edhe piknike që kena mi realizu, turniri i volejbollit që kena me mbajt në palestrën Hakef Zejnullahu, turniri i futbollit në stadiumin Zahir Pajaziti, diçka që punojna shumë me të është edhe debati Karl Popper, me cilin kena punu edhe të Gjulli Students, ku fëmijët
kanë mësu qysh mu shprej maleshëm, qysh mi shprej mendimet edhe qysh me kanë taft, me kundërshtu njëri tjetrin, kur diçka të synojnë edhe dojnë me bo, pavarësisht se tjerëve mundën mos me ju pëlqy, edhe kena arrit me bo me shumë sukses. Këto kena me zhvillu në kuvendin komunal në Podujev, kena kartolin nga vendlinja që e bojnë ajovë të fundit, edhe si përfundim kena me mbojt festivalin Bëjer Shqiponjen, që është një festival shumë i mirë edhe fëmijët e dojnë shumë, bëhet në fund edhe fëmijëve ju japet edhe certifikata për pjesëmarrje që ka qenë, e kena aktivitetin me zjarr fiksit që edhe lojra që i kena mendu mi bo me ata, aktivitetit me policinë e Kosovës edhe shumë aktivitete tjera që fëmijët nuk i kam përjetu ma heret. Diçka që na gëzon shumë është edhe fakti që kena fëmijë për komuniteteve dhe kena punu shumë me ta, edhe fëmijët janë socializu, edhe punojnë shumë mirë, bashkëpunojnë shumë mirë, edhe fëmijët nga diaspora, kjo është shumë e mirë se fëmijët mësojnë përvoja të ndryshme, i shkëmbejnë ato, njohin kultura të reja, edhe pse mos me bashkëpunu me bashkëmoshatar që jetojnë jashtë vendit tonë. Pra e rëndësishme për juve është edhe pjesa e gjithë përfshirje se krejtë fëmijëve. Këto synoj me realizu sa ma shumë. Edhe deri tani besoj që e kemi realizu se prind na kanë mirë prej, na kanë përkro, edhe kanë shumë besim të na edhe çdo herë që dojmë bo diçka tri ata veç na shtin për para. Para se me dalë të kjo pjesa e interesimit që po besoj është e jashtëzakonisht e madhe, qoftë edhe prej komunës së Podujevës, po ndoshta edhe prej komunave të tjera, qysh i presin fëmijët këto gjithë përfshirjen e fëmijëve të komuniteteve, fëmijët e diasporës, sepse ndoshta bën disa kultura së bashku, sidomos me ata të diasporës që rritën në kultura të ndryshme. është shumë mirë, se nështë në fillim një impakt hezitum, normal, amo puna që shë organizojnë, që shështina me punu me njëri tjetrin është shumë e madhe. Edhe është për fëmijët është shumë mirë, ata me nëzispresi me pas shok të ri, edhe numri i fëmijëve që thash është shumë i madh, ata punojnë shumë mirë me njëri tjetrin, edhe kjo na gëzon shumë. Se edhe vite më parë kena punu me fëmijët e komuniteteve, jena mirë veç me ta, mandej kemi pru të fëmijët në kurs, edhe gjithçka ka qenë e mirë pritur, edhe kam punu shumë mirë. Për neve është shumë sukses i madh momenti që arrime po fëmijët që po e kanë një bashkëpunim ndërmjet veti dhe po janë krejt njësoj. Edhe nëse njëherë kanë mungu, me njëherë kanë pyet, ta kanë me ordhë, da kanë me ordhë shok të ri, është shumë mirë. Për neve është shumë jashtëzakonisht punë e mirë dhe e madhe. E që një përgëzim shumë i madhe dhe për juve që keni arritë që ndoshta me kaq entuziazëm të përfshini krejt fëmijët edhe që të pyesin dhe të bëjmë pyetje të tilla se kur do të na vinë prapë shok të ri e këto gjëra të ndryshme. Tregona pak a shumë për interesimin Andojna që është si vjet për Eduverën, sa ka interesim? Po, vitin e kaluar ka pas interesim shumë të madh, por si vjet kemi interesim edhe më të madh, sidomos për fëmijët nga diaspora. Është interesimi shumë i madh, e kanë qitë pjesën e verës pushimit, edhe që janë krejt interesuar për Eduvera, për aktivitetet, edhe për ta është diçka e re në Kosovë, është edhe kjo pjesa që flasin edhe më shumë shqip me shokët me shoqe tjerë, që për neve është diçka jashtëzakonisht e mirë. Edhe nështë pjesa tjetër është kartolina, ku i shkrujnë kartolina dikuj që jetën jashtë vendit, e ata që janë jashtë vendit ju shënojnë fëmijëve këtë dhe që kjo na pëlqen shumë se i lexojnë, i shkëmbejnë me njëri tjetrin edhe është jashtëzakonisht e mirë kur i ndëgjon fjalë që ata i shkruajnë. Një aktivitet shumë i bukur edhe shumë i lezetshëm për të përjetuar, qoftë nga ajo për qoftë edhe nga krejt fëmijët që po besoj që edhe kur të rritën kanë me pas një kujtim shumë të bukur nga ky kamp që do të mbahet gjatë verës. Kur jemi tek kampi dhe tek Eduvera që do të mbahet gjatë krejt këtyre javëve, tregona që sa keni punu për këtë projekt, marrë parasysh faktit që edhe ju e përmendet që po e kemi pa edhe në Instagram dhe në faqe të tjera në rrjetet sociale të juaja që aktivitetet janë të panumërta. Po, kena punu gjatë këtyre 2 muajve, kena bos takime me partneret që tashmë vetë se i kemi kry, jemi në përfundim, regjistrimet janë deri me 26 qershor, mandej me një korrekt vetë se fillojmë me mbajt Eduverën, kena me mbajt 3 herë në javë, edhe është shumë mirë, nuk kena pos ndaj problem, se tash veç që e na mësu dhe na më ka bërë rutinë që shë thash, është shumë mirë, krejt partnerët na kanë mirë prit, edhe një farë mirë dhe ata me nëzispresin me bashkëpunu me fëmijët, me i mësu sa ma shumë këta dhe me qenë ma të vetëdijshëm, se qëllimi kryesor i joni është zhvillimi i mendimit kritik, bashkëpunimi mes fëmijëve, mënyra qysh ata shprehen, po edhe qysh me i kontrollu emocionet kur flasin, edhe me pas raporte ma të mira, sepse këto shkatësi nuk ju nevojitën vetëm shkollë, po i përcjellin gjatë gjithë jetës.
Okej, po sa është sfiduese për juve ndoshta me përfshi dhe me implementu sfida të reja, ide të reja, projekte të reja, marrë parasysh që janë të shumta dhe të panonërta, po besoj që është pak sfiduese dhe për juve me gjetë një aktivitet të ri për me e fut në kuadër të eduverës. Vjetë kena pos shumë pak aktivitete, si vjetë kemi shumë edhe tash jemi mësu, jena përgadit edhe jena veç gati për me fillu, ndoshta sfida ka me pos normal se një moment mundet me ndodhë diçka, po besoj që si staf kena me kalu shumë mirë, se nuk është diçka që s'mune me te i kalu. Stafi, po, Andojna më falë. Pak sfiduese është, ama është për neve është me aljet pjesa që edhe është pak sfiduese, po edhe kemi një raport shumë të mirë me fëmijët. Se shumicën e fëmijëve veç se i njohemi, kemi bashkëpunu me ta edhe më herët, kështu që edhe pjesën e besimit prindërve kemi shumë plot, kështu që kjo për neve është shumë e lehtë. Edhe me nëzisprisin me orë, nështë ako aktivitete që i kena përfshi edhe vitet e kalume, po ata thunë se gojli se kena me provua 5 diçka të re, edhe që kjo na motivon shumë. Po, të tregom ne se cila është ajo formula i qelësi i suksesi që keni arrit edhe jo si staf të krijoni një lidhshmëri dhe një ndjeshmëri kaq të madhe me këta fëmijë që kërkojnë vazhdimisht të jenë pjesë e këtyre projekteve të ndryshme. Si fillim mendoj që bashkëpunimi jonë si staf, se komunikimi është qelësi i gjithçkaje dhe çdo herë pasi kena përfundu çdo aktivitet, jena ullë, kena bisedu çka me përmisu, çka kështu mujt me bën ndryshe, edhe që kjo na ka ndihmu shumë me te i kalu gjithçka, edhe me qenë shumë të afërt me fëmijë. Andojna? Është pjesa e kujdesit që ne kemi për fëmijë, është pjesa e sjelljes mirë që ne e kemi me fëmijët, kështu që për neve është shumë më e lehtë, edhe besimi prindërve që shqetësej ka dhe më herët. Kur jemi tek prindrit, tek besimi e prindërve, tregua që edhe ju si staf jeni shumë të kënaqur me punën dhe me rezultatin që arrini bashkë me fëmijët, por që edhe fëmijët janë jashtëzakonisht të kënaqur me krejt aktivitetet dhe krejt këto që i bën. Si është raporti juaj me prindrit, qasja me prindrit dhe sa janë të kënaqur prindrit me këto aktivitetet që ju vetë se i organizoni? Raporti me prindrit është shumë i mirë, që shqetësi kam fillim, se pa mbështetjen e tyre na s'ke shumë ujtë me realizua dhe me pas që ka të sukses. Për çdo gjë na përkrojnë shumë, na mbështetin edhe çdo aktivitet, veç i nxit ata me i pru fëmijët ma shumë të na, edhe numri i fëmijëve shumë i madhe dhe prindrit gjithmonë janë për krah neve. Sa është numri i fëmijëve që përfshihen në këto aktivitete? Ka një numër të caktuar që mund të aplikojnë të marrin pjesë apo është pa numër? Mundën, si synim e kena pos 100, po interesimi është shumë i madhe dhe ka kalu shifrën e numrit 100. Por që mosha është prej 5 deri 15 vjeç. Pra ka kriter për moshë? Po. Se nështë fëmijë shumë të vogël 4 vjetë, se kena pos kërkesa edhe për fëmijë ma të vogël, po e kena po që nuk mundën ata me nejten ma shumë të letë me familjen, edhe do të një kujdes ma i veçantë për fëmijë që janë ma të vogël, kështu që pej moshës 5 deri në 15 janë mirë pritër edhe mundën me apliku. Po këto mosha, dhe më thonë prej 5 deri në 15 vjetë, ndahen për aktivitete? Tregona pak a shumë këto detaje se që shkojnë? Për shembull, nga mosha 5 deri në 7 vjetë mundën me qeni grup 7 deri në 9, varësisht prej moshës kena me ndo edhe në grupe, se veç me një grup nuk mundën me punu, se është numri shumë i madh i fëmijëve, edhe nuk besoj që ka tani një sukses që ajo që e bojna, se dikuj mundet mjë duk shumë interesant, dikuj nuk mundet mjë duk heq, kështu që i ndojna në grup mosha të caktume dhe punojmë shumë alet me ta. Andojna? I ndojna në grup mosha që Ceku dhe Gjulieta, për shkak që do të me pas në një fokus të komplet fëmijët e 100 veta, janë 100 fëmijë, dhe më tonë, janë pak si tepër shumë, që kjo pjesa e grup moshave me i ndo në për grupe, në ndihmon njeve tepër shumë, për shkak që me kanë të fokusum të secili grup edhe me i ofru gjithë shka që ne kemi përgatit. Pas fokusit dhe këtyre gjana, po besoj që edhe aktivitetet që i keni mendu janë të parapara edhe për moshën e fëmijëve që janë në për grupe. Na folni pak edhe për këto aktivitetet që i mbani dhe i shtoni, cilë është qëllimi i këtyre aktiviteteve pas kënaqësisë që e kanë fëmijët që e falim edhe përmendëm deri në këto momente? Se kur ju thojmë atyne që keni me mësu diçka, ata gjithmonë mendojnë të libra, te du të më tregu që mësimi nuk ndodh vetëm për libra, po mundemi me mësu për mes aktiviteteve të ndryshme që i realizojmë. Për shembull të debati kalë për perën, fillim mundet me ju duk shumë jo interesant, po mënyra që ata e kundërshtojnë njëri tjetrin edhe janë
të aftë për me mbrojt idetë e tyne është jashtëzakonisht shumë e mirë, edhe që kjo në fillim nuk mundet më duk që ata nuk po kanë ndikim, po në përfundim për shembull të gjulli students, shumë fëmijë kanë thonë që tash po shprehëm ma lirshëm, jena ma aftë për me fol, me mbrojt idetë tona, ndoshta në fillim nuk kanë fol fare, kanë qenë shumë të hezitum, po në përfundim e kanë shpreh veten shumë lirshëm. Edhe që kjo është krejt qëllimi jonë që na e kemi. Po, edhe shumë mirë që e bën edhe një debat të tillë që ndihmon shumë edhe për fëmijët edhe këtu, po në bazë të përvojës që e keni sidomos edhe me pjesën e eduverës dhe me shumë projekte tjera që kanë të bëjnë me fëmijët, e duke u bazuar edhe tek përvoja ndoshta që e keni fituar tek debate, çka i bën fëmijët që të hezitojnë, të flasin dhe të shprehin mendimin e tyre, e siç e the edhe ti që ndoshta të guxojnë, të mbrojnë mendimin edhe të drejtat e tyre. Ka fëmijë vetë që nështa janë pak ma të hezitum, nështa në shpe nuk shprehen shumë lirshëm, shokët edhe shoqen mundën me bullizu për fjalë që i thotë, nështa që kjo i bën mos me shprejat mendimin e vetë, se gjithmonë ka me mendu çka ka me thonë, për shembull shoku ose shoqja nëse shpreh çet mendim ose nëse thon diçka. E na që to po mundohemi me largu, se qysh e thash ka pas shumë fëmijë që ka thonë, jo s'po du me fol, por shokët edhe shoqet e kanë nxit, kanë thonë, hajde se edhe na kena me shtu diçka, kena me ta plotësu mendimin, edhe që kjo besoj që i ka liru shumë ata. Anduena? Kemi edhe aktivitete tjera, për shembull për pjesën e zhvillimit të kreativitetit dhe talentin e tyre, ku ata e shprehin përmes pikturës, karaoke, pjesa e festivalit kulturor, pjesa e pikturës dhe kjo pjesa e karaokës e kena këndosi Dua Lipa, kjo i bën fëmijët me mendu diçka ma interesante me bë, me pikturu gjëra ma interesante, me u bë një piktur i mirë në të ardhmen e tij, kështu që është. Edhe kemi mendu që me imbojt në sheshin e qytetit, se nështa e nëzit, për shembull mundë me thonë qka janë të bëhë se diçka edhe ko interesim matë madhë, edhe ata tani janë matë sigurë se thujnë për na përkrojnë e kështu, edhe besoj që ka me qenë shumë e mirë. Po kreti kemi mendu me imbojt hapësira publike ku mundën me na po njerëzit e tjere dhe mu interesu edhe me na ndihmu pse ju me zhvillu edhe ma shumë programin tonë. Sa keni hasë në bashkëpunim në këto hapësirat publike, marrë parasysh faktit që shpesh din t'jene edhe problematike lejet për hapësirat publike dhe shfrytëzimi i atyre hapësirave për një periudhë të caktuar? Nuk ka qenë problem, se kena punu edhe ma herët me ta dhe kanë qenë duke na mirëprit shumë edhe nuk kemi pas diçka që na ka dëmtu ose diçka kanë qenë shumë mirëpritur. Edhe që kena bën që na me punu halema shumë edhe me pas partneritete me shumë zyrtar që i kemi deri tani. Një raport që më i rëndësishëm që diskutohet shumë kohëve të fundit është edhe raporti prind-fëmijë, që shpesh kritikohet që prindërit nuk kanë ndoshta shumë kohë dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje fëmijëve të tyre. Sa keni hasë në raste të tilla edhe çu sheshin në raportin prind-fëmijë të sotme në Kosovë pra në vendin tonë? Në kurs ku punojmë nuk është që ka pas raporte kështu, se na kanë tregu për shembull prindrit që jena gjithë ditën në punë dhe nuk po mundëm, po në fund ditës na jena mundu mja u largu që ato edhe me nxit fëmijët vetë mu shpreh lirshëm, edhe se ka pas shumë fëmijë që nuk ka nejt pa prind, për shembull ka fillu me çajt, po kjo ka te i kalu shumë lehtë duke marrë në raport shoqnin që e kanë kriju në kurs. Sa i përket raportit prindër-fëmijë, besoj që ka mu përmisu se që tash nuk mendoj që për ju kështuat shumë vëmendje fëmijëve. Okej, Anduena? Për neve nuk ka qenë shumë e vështirë, ka qenë e lehtë për shkak të raportit që ne i kemi me fëmijët, po ka pasur raste kur fëmijët realisht nuk kanë ardhur në aktivitet pa prindin, për shembull pa mamën si në ardhur, po e kemi pas këtë pjesën e mirësjelljes, se të folirit botë e kemi marrë me të mirë që thojmë na, edhe kemi pas shumë të lehtë këtë pjesë, e kemi kalu shumë lehtë. Po sa është e rëndësishme edhe për juve si vajza të reja, po ndoshta edhe për mësuesit dhe pjesën tjetër të mësuesave të Kosovës, ndoshta të kenë një qasje të tillë me fëmijët, sa është e rëndësishme qasja e mësuesit ndaj fëmijës sipas juve? Është shumë e rëndësishme se fëmija mësuesen e shesi gjithçka. Ti pavarësisht i thunë është që prindi për shembull unë po mendoj që ta i thotë jo se mësuesi jam ka thonë, edhe na si mësuese duhet me qenë shembull për ta.
me i mirëprit, me bisedu lirshëm, me i bo ata mundi lirshëm me neve dhe me bisedu çfarë do problemi që kanë. Edhe shpresoj që kjo ndodhë me krejt mësuesit tona, që me po sukses fëmijët. Sa ata na shojnë neve se i dëllë. Po, Anduena? Si që Ciku edhe Gjyli, na duhet me pas një qasje shumë të mirë me fëmijët, edhe kemi një qasje shumë të lirshëm, për shkak që fëmijët me unë ndjej rahat në klasë, me mësuesën e tyre. Okej. Faleminderit shumë që ishte sot pjesë e edicionit të #Gjezit edhe që i ndoat krejt këto detaje dhe falem për shumë çka tjetër sa i përket pjesës së raportit prind fëmijë, raportit prind mësues e po ashtu edhe për aktivitetet e larmishme që janë pjesë e duverës. Faleminderit edhe juve për ftesën, për neve ka qenë kënaqësi e madhe. Kënaqësi edhe për ne. Faleminderit shumë, kënaqësi ka qenë shumë për neve.